أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. O Zot, na lehtëso e mos na vështirëso. O Zot, na mundëso çdo punë ta filloj me bismillah e ta mbaroj me hajr dhe elhamdulillah. Ya mufattih al-abwab iftah lana hadhihi al-bab. O çelësi dyrëve tona, na udhëzo dhe na hap të portë të hajrit. O Allah, bekoje këtë punë dhe bëja atë dhun ti prej teje. O Zoti jon, ty të falenderoje, që mundësove përfundimin e kësaj pune të re dhe të lusim që të zbresesh bereqetin dhe mbarësinë në këtë vend. Amin. Ne dëshmojmë dhe jemi krenar që Allahu është Zoti ynë, se Islami është besimi ynë, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit dhe udhëzuesi jonë. Zoti jonë na bën të hajrit hyrjen në këtë objekt, bëja këtë qendër vend të sigurt, vend të përmendjes dhe ngritjes së emrit tënd. O Zot, bëje që të jetë fillimi i hajrit. O Zot, bekoje dhe fisnikroje të gjithë kontribuesit dhe pjesëmarrësit në këtë vend. O Allah, të lutemi ty, shpërblet gjithçka me bollëk, jep ju të mira në këtë botë dhe botën tjetër atyre që janë bazë sebeb i kësaj pune. Atyre që kanë dhënë nga pasuria e tyre, atyre që kanë kontribuar në çdo lloj forme për të mirën e përbashkët e të përhershme. O Zot, shpërbleje xhamatin ton në vend në diasporë, që ka bërë çdo përpjekje për ta lënë këtë objekt të vakuf në rrugën e Allahut. Bëje që të jetë tokë me vlerë në këtë zonë, për ne dhe gjeneratat që vijnë pas. O Zot, na jep neve dhe gjithë besimtarëve shëndet, mirësi dhe bereqet. I pastër është Zoti ynë nga ato që e përshkruaj. Paqja qoftë mbi gjithë pejgamberët dhe falënderimi qoftë Zotit, krijuesit të gjithësisë. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Foto. Hadi bismillah. Zofshim. Buyurun. Të nderuar donator të kësaj qendre, të nderuar bashkëvendas, e nderuara udhëheqësi e vendit, zonja dhe zotrinj. Po filloj këtë fjalë timen me një parafrazim të tekstit Malli i Dheut, shkruar nga një prej mendjeve më të ndritura të shqiptarëve, Faik Kunicës. Aty Kunica thotë se kur njeriu e sheh botën e jashtme, viset e reja e ndryshimet e zakoneve nuk është që e harron Dheun, por e bën që ti mos i shkojë shpesh mendja. Por pasi që i ngopen syt, nuk ka shqiptar që të mos jetë i përmalluar për atë dheun. Të tillë i kemi bashkëvendasit tonë, lokomotivën e diasporës, që inicuan dhe sot po e jetësojmë këtë vepër modeste por mallështore për viset tona. Malli i tyre, atë dashuria, kujdesi për bashkëvendasit, sot po kurorëzohet me këtë vepër. Ndodhemi sot në Kryth, të punimin tipik shqiptar, në krye të anës së malit, në vendlindjen e Basri Çapriçit, për hapjen solene të kësaj qendre të komunitetit multifunksionale, e cila do të jetë jo vetëm e banorëve të Krythës, por ashtu siç i thot vetë emri e gjithë komunitetit. Qendra është ndërtuar me dedikim të përgjithshëm për tubime, mbledhje, prezantime, promovime e evente të tjera të ngjashme. Puna nisi me 28 nëntor 2022, kur u hodh themeli i kësaj që sot e kemi emërtuar Qendra Komunitetit në Kryth.
ka qenë një punë që nuk na ka lodhur, edhe kur jemi lodhur fizikisht, sepse vullneti e dëshira na ka mbajtur zellin plot. Si prisi i grupit që është marrë me jetësimin, nuk dua të them vetëm ndërtimin, sepse kjo shkon përtej punës fizike ndërtimore, jam munduar që vetes dhe gjithë të tjerëve t'u ja rikujtoj një thënie të profetit Muhammed, kur flasim të themi vetëm të vërtetën, duke bërë kështu transparent ndaj mërgatës tonë, ndaj diasporës, si financues kryesor, por edhe të tjerëve për vështirësitë, mjetet e nevojshme dhe çdo gjë tjetër që kemi hasur ullës. Kur premtojmë të zbatojmë premtimin që sot të qëndrojmë kurrizdrejt e kryelartë, premtimin për jetësimin e kësaj vepre që sot po çohet në vend. Kur na le diçka amanet, ta çojmë atë në vend, që amanetin, financat, sadakan dhe secilin gjë që prej jush, por më thekë se veçantë diasporës tonë dhe jo vetëm anën financiare, por edhe dëshirën, vullnetin dhe secilin për të pasur këtë qendër ta çojmë në vend. Të ruajmë nderin që të mos njolloset nga veprimet e asnjërit një vepër e tillë, që të kemi kujdes të veçantë ndaj sakrificës e të hollave që na kanë besuar. Të ruajmë syt të mos tërhiqemi nga ajo që është ndaluar dhe ndoshta më e rëndësishmja, të ruajmë duart tona nga çdo përdorim i mundshëm me apo pa dashje. Dua të falenderoj secilin prej jush që na keni besuar, secilin nga ju që keni ndarë nga mirëqenia juaj, secilin që keni kontribuar në aspektet e ndryshme fizike apo logjistike. Ka qenë një nder dhe privilegj për mua të jem në krye të grupit që po let gjurmë për brezat e ashëm. Siç ka thënë edhe nën Tereza, jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kjo është një vepër e vogël që ne gjithë bashkë e kemi bërë me një dashuri të madhe. Për të mos e zgjatur më shumë, ju falenderoj gjithëve që keni marrë pjesë, që po merrni pjesë dhe po ju lej në programin e larmishëm në vazhdim që fillon nga argëtimi, monologu, dokumentari për diasporën dhe deri te këngët dhe vallet tona. E gëzofshim qendrën e komunitetit. Faleminderit të gjithëve në misëardhje. Në emrin tim personal dhe në emër të bashkëdhëtarëve të mi, të cilët gjenden në SHBA, ju përshëndes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen juaj në ceremoninë e hapjes. Ishin vitet e 70-ta kur mas shumtit emigrantët shkuan në SHBA duke vazhduar dhe emigruar deri më sot. Vetëm nga ky fshat që gjendemi sot këtu, kena 185 shtëpi të cilët jetojnë në SHBA. Jemi përpjekur dhe përpiqemi të sjellim fëmijët tonë dhe të tregojmë se herojët më të vërtet të këtij vendi janë ata të cilët gjenden këto. Duke i qëndruar besnik vendlindjes tonë të dashur. Zoti ju bekoft me shëndet e gëzime. Sot ne po hapim një qendër e cili është filluar një vit më parë si ide, por fat kontributit dhe bashkëpunimit të gjithëve vendasve edhe diasporës u bën realitet. Falenderoj secilin prej jush për bashkëpunim dhe kontribut të dhënë në çfarëdo mënyre, qoftë janë në të holla or në punë. Të nderuar të pranishëm dhe bashkëdhëtarë, të cilët gjendemi në emigrim, jemi përpjekur dhe do të përpiqem të kontribuojmë me përmirësimin e vazhdueshëm e mirësitë e këtë vendlindjes tonë. Kjo qendër është një dëshmi që së bashku mund të bëjmë vepra të mira. Aty ku është dëshira, bashkimi e vullneti është edhe suksesi. Ishte pamujton para se ta msheli mos të falenderojmë Agron Shabonin me grupin e tij, i cili nuk ishte vetëm të që kena mledhë na emigrantat, po pa punën, pa ndihmën e tyre këto, nuk ishte bakja për një kohë kaq të shkurtër. Ju falenderoj për pjesëmarrje, miru takofshim në projekte të reja, besoj që kena me vazhduar në mëtutje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi i takon Allahut, salavatet i dërguarit Muhammedit alayhi salatu wassalam, i nderuar
reis i Bashkisë Islame në Malin e Zi, i nderuar kryetari i komunës së Ulqinit, i nderuar ministër, i nderuar kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame të Ulqinit, të nderuar deputet, i nderuar zëvendës reis, të nderuar krye imam, të nderuar afarist, këshilltar në kuvendin komunal, të nderuar antar të partive politike, të nderuar antar të shoqatave jo qeveritare, të nderuar koleg imam, vëllezër dhe motra, nga zemra ju falenderojmë që jeni përgjigj ftesës sonë edhe jeni sot këtu në hapjen solemne të qendrës së komunitetit Kryth. Prania e juve sot këtu e hieshon, e zbukuron këtë objekt, e për neve është kënaqësi që ju kemi sot këtu. Kjo qendër u realizua me iniciativen e diaspores madhe tonë, pastaj nuk ka mungu edhe ndihma të tjerëve vendasve, po edhe e organeve lokale, komunës e Ulqinit, e kur bëhen gjithë zbashkut këta, bëhen në vepra të mëdha. Madhështia e kësaj qendre qëndron se gjithë këta duke fillu për i diaspores sonë të dashur. Mundin e kontributin e gjithë ato që e kanë financu këtu, gjithë atë kontribut të tyre e vinë, e dorëzojnë këtu, e lojnë këtu, edhe mund të themi sot se xhamia e Krythes, fshati i Krythes, Bashkia Islame e Ulqinit është e pasurume edhe me një objekt i cili është parafërsisht gjys milioni euro. Kjo qendër madhështore, qendër e komunitetit, ashtu si që dhe e kemi qujt, do të shërbej për të mirën e komunitetit, për të mirën e vendit, duke fillu prej fshatit ku gjindemi, prej anës Malit, komunës e Ulqinit, po edhe ma gjanë. Është nisur me qëllim që tjetë për nevojat të ndryshme, qofshin ato programe artistike, kulturore, programe fetare, organizime të ndryshme, private, shoqërore, organizime familjare, qofshin ato gëzime të ndryshme apo pikëllime të ndryshme. Kjo është qëllimi i kësaj qendre. Nuk muj për fund pa lënë me cek, diçka shumë të rëndësishme, diçka që ka bo për shtypje e desha që të ndaj me juve sot këtu. Në vitet e 90-ta, ishte prej debateve të shumta është bo një debat se kush do të quhet gjuha nanes, apo në gjuhën malazeze si thojmë na matër një jezi. Kush ishtë matër gjuha nanes tonë? Do thotë se ka raste që njeriu ka dy prind, njëri është shqiptar, njëri nuk është. Ka raste që ti ke lind këtu, po rrite dikun tjetër, jeton dikun tjetër. Cila është gjuha nanes tonë? Cila është? Edhe ka pas debat deri kur ka ardhur një definicion, ai definicion ekziston edhe sot, edhe ai është definicioni kryesor i gjuhës nanes. Edhe gjuha nanes me definicion është ajo gjuhë që ti e ndron në te. Jo ajo gjuhë që i flet, po në gjuhë që i sheh ëndrat. Si i sheh ëndrat ti natën kur flet, ashtu i ëndrat, po në cilë gjuhë i sheh ëndrat, ajo është gjuha nanes tonë. Andaj mërgjimtar tonë, diaspora jonë, jo vetëm që e ndronë Shqip, e këte e kanë dëshmu këtu, po zemra ty në flenë në këtë vend, edhe pse jetojnë me familje ty në largë, e pse jeta ty në është largë, e se e ardhmja ty në është largë për i këtu, ata nuk e harrojnë vendin e tyne. Kjo është dëshmi sa ata janë mesin tonë, edhe nëse nuk janë me trup, edhe nëse nuk janë fizikisht, ata janë gjithmonë pranë nesh,
unë du që në emrin tem personal, në emrin e xhamisë e Krythës, në emrin e xhamatit e Krythës, në emrin e Bashkisë Islame, të lusë Zotin që gjithë ata që kanë kontribu, jo veç për këte objekt, po për gjithë ato të mira që ne i kemi të shumta për diasporës unë. Zoti ju shtoft të mirat në këtë dynja, Zoti ju dhasht aty në bereset, pasuri, rrezik, furnizim të gjanë dhe të mirat e ahiretit. Ju përshëndes me selame e gëzofshim të gjithë së bashku. Faleminderit. Të nderuar bashkëqytetar, të nderuar i ministër, të nderuar deputet, të nderuar i rejsi Bashkisë Islame në Maltezi, të nderuar përfaqësues të bizneseve, shoqatave qeveritare, miqtë të dashamir, jam shumë krenar që vitin 2024 e nisim me një këtë lajm shumë të mirë për komunën tonë edhe për anën e Malit. Ky lajm apo hapja e këtij objekti është një mesazh shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm për komunitetin tonë, i cili për fat të keq nuk është shumë i madh, por ka një zemër shumë të madhe. Nuk kam pasur dilemë kur kemi pas takimin e parë me zotërit nga familja Çaprić, me Agron Shabani dhe të tjerët, atë do të ndihmoj komuna Ulqinit në ndërtimin e këtij objekti. Nuk kam pas asnjë sekond kohë të mendoj dhe përgjigja ime ka qenë po dhe komuna Ulqinit gjithmonë do të jetë krah i këtyre projekteve. Dhe jam shumë krenar që unë sot si kryetar komune nesër besoj që gjithmonë do të jetë krah këtyre projekteve dhe ky është një model bashkëpunimi i cili është shumë i rëndësishëm ne si komuna Ulqinit dhe diaspora që të kemi përsëri kësi lloj projektesh ky sot tani të cilin po hapim, por jam ase i sigurt se edhe nesër do të kemi projekte edhe më të rëndësishëm për ekonominë e kësaj zone dhe ekonominë e Ulqinit në përgjithësi. Lajme të mira për këtë zonë kemi pasur shumë, por jam ase i sigurt se do të vijnë edhe në të ardhmen dhe kjo tregon se jemi në një rrugë të rëndësishme, një rrugë të duhur dhe shfrytëzoj rastin t'ju uroj edhe një herë për të bëjmë përurimin dhe të gëzojmë të gjithë këtë objekt. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar, vllazën e motra, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Poštovani ministre, predsjedniče opštine, dragi prijatelji Meto Zenga, Gencin Imambegu, Ilir Čapuni, draga braćo i sestre, na početku dozvolite mi da prvi puta kažem jedne moje posebne simpatije prema Ulcinju i prema ovom kraju Animalita. Ja sam inače iz Rožaja i u svakom vremenu naiđu određene krize. Kod nas je poslije Drugog svjetskog rata bila kriza nedostatka vjerskog kadra. Ljudi nisu imali puno ljudi koji su mogli da ih poduče vjerom. I mnogi tada imami iz ovoga mjesta su bili ti koji su podučavali moje sugrađane, rodbinu, prijatelje i tako dalje. Dakle, od sada živog Isaka Hođe, od rahmetli Ćazima Cene, od rahmetli Ramazana Džonija i mnogih drugih koji su u to vrijeme podučavali moje komšije, moje prijatelje, moje sugrađane vjeri i učili ih. A Hazreti Alija radijallahu anhu kaže: ko me nauči jedno slovo, učinio me svojim robom. Tako da je to, evo to prvi puta kažem, jedno moje posebno poštovanje i prema ovome mjestu. Braćo i sestre, Islam je i način života. Od rođenja pa do smrti postoje određena pravila. Postoji vjerozakon. Po islamu može da se živi po pravilima, da se sasvim normalno funkcioniše
od rođenja, kada se rodimo na ovaj svijet, kad dođemo, pa nas zamotaju naše majke u ona dva peškira, bijela ili pelene, kako hoćete i nazovite, pa čovjek na ovaj svijet dođe plačući. Kažu da duša već tada sazna da dolazi na jedan prljavi i opasni teren i zato duša plače kad dolazi na ovaj svijet. Po tome može da se živi pa sve do smrti, kada nas ponovo u dva peškira saviju i kada se duša tada već ne plače, nego plaču oni okolo nje, kad nas ispraćaju sa ovoga svijeta, jer ona zna da je završila misiju na ovome klizavom terenu, drugi plaču, ona ne plače, a kad se rađamo, ona plače, a drugi se raduju. Ovo je potpuno obrnuto na kraju života na ovome svijetu. Mi kao vjera, kao muslimani, imamo određene obaveze, a to je poštovanje prema umrlima, i našima i drugima. Zamislite, za vrijeme poslanika Muhameda alejselama prolazila je jedna povorka jevrejska, jedan jevrej je umro. I poslanik Muhammed alejselam ustaje na noge da ispoštuje. Kažu mu prisutni Božji poslaniče, ova povorka što prolazi, ovaj čovjek koji je umro nije musliman, on je jevrej. Kaže, ali ja ustajem iz poštovanja prema Božjem stvorenju, jer smo svi mi Božja stvorenja. Kad mi koji smo pripadnici takve vjere, koji imamo poštovanja prema drugim umrlim, i kako treba da imamo poštovanja i prema našim umrlim. A ova objekat je upravo pokazatelj i dokaz da vi ste pokazali izuzetno poštovanje prema onima koji će otići sa ovoga svijeta. Dakle, prema prije svega našim umrlim. I to je velika stvar i veliki gest. Draga braćo, dragi prijatelji, kaže Ebu Bekr, ovaj svijet, ovaj dunjaluk vam je pazar. Pazar, mjesto gdje se zarađuje. Imamo mi svi dijela, kaže, dijela su nam onaj kapital sa kojima trgujemo, to su naša dijela. Ali znate da u biznisu ima i zarade, ima i gubitka. Ono što uradite dobro, to vam je zarada i to vam je džennet. A ono što uradite što ne valja, to vam je gubitak i to vam je džehennem. Ovo je opet pokazatelj onoga dobroga i dobrih dijela, i ako Bog da Allah ukabuli i da ovo bude nagrada džennetska za one koji su to radili. Poštovana dijasporo, vi koji ste otišli odavde, a nikada niste zaboravili ovaj svoj rodni kraj i rodnu grudu, vama posebno čestitam i sjećam se jednog detalja koji sam čitao iz života Božijeg poslanika Muhameda alejselama, kad je otišao iz Mekke za Medinu, kad je bila hidža, kad je morao da ide. Kaže, izašao je iz Mekke, okrenuo se prema Mekki, kad izašao iz nje, pogledao je i kaže, o Mekko, Allah mi je svjedok da si mi ti najdraži grad i da me dušmani ne teraju iz tebe, nikad te ne bih napustio. Vi me posjećate na to iz koje kakvih razloga u koje ja neću danas da ulazim, ste možda morali da napustite vaš kraj, ali pokazujete ovim činom da vam je ovo najdraži kraj i da ga niste zaboravili, da se rado vraćate u njega i da ste spremni za njega da živite i ulažete. Neka vam uzvišeni Allah primi i ukabuli, neka vam je hajrli ovaj objekat. Molim Allaha da ga u ove svrhe dženaze što manje koristite. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në mund të arruash arsyen kur bota e humbet fillin edhe fajin ty ta hell dhe vetes ti besosh sa herë tek ty ty shojnës për fillin, por edhe dyshimet drejt i gjykosh. Në mund të rish në pritje nga pritja pa u lodhur, a kur të urrejtje mos të shesh. Madje ndaj shpifjeve të rish pa folur, me thjeshtësime.
parëndeshëm. Në mund që të mendosh, por jo që në shkatrim, të ndërosh, por jo si ropën ndrimesh, dhe të trajtosh një lloj e padalim, nga dhënim e shpartalim. Burim mashtrimesh. Ndyrosh do të dhënjet e tua të drejta në kurth dhe për trutharet kopukët t'i kthejnë. Dhe ti shuash të thyera gjërat e tua më të shtrenjta dhe prap ti ndërtosh. Ti ndërtosh me vepra ndoshta që shumë pak lejnë. Në mund shfitore që ke korrur, ti flijosh si në kumar, me një të vetme në lojë, të rrezikosh, të humbasësh dhe prap t'ja fillosh të humbjen kur mos ta zësh në gojë. Ndurov çdo të muskull, puls, nerv e zemër të të shërbejnë edhe atëherë kur gjithçka duket e kot. Edhe atëherë kur nuk ke asgjë tjetër në të tokë pos vullnetit dhe vetëm një fjalë që ndron. Që ndron gjithmonë në kokë duhet thoj. Në mund të flasësh me maskaren, por nderin tënd ta ruash. Atë ecësh për krah mbretit pa ndonjë krenari që të verbon. Qofse anëmiku apo miku yt nuk të bën të vuash, dhe ti prap e çmon. Çmoje. Po çmoje veç aq sa meriton. Në fund, qofse arrin ti mbushësh 2 minutat e tua të jetës me vepra që aq shumë peshojnë dije. Dije dhe mos ke asnjë dyshim se e jotja është bota me çka ka brenda dhe burr do jesh. Burr do jesh o biri im. Falenderoj bashkimin, ndërsa ne do të kemi këtë objekt për të kujtuar gjithmonë që diaspora, vendlindja të gjithë kanë kontribuar, por ne si një mirënjohje dhe që ata ta kenë një kujtim nga mirënjohja që do të kenë vendasit, do të ndajmë këto mirënjohje, është Kujtim Suka dhe Jetmir Çobi këtu, dy profesorë të cilët do të ndihmojnë me ndarjen e mirënjohjeve. Për kontributin, vlerat dhe dashurinë e treguar ndër vite përmes investimeve të vazhdueshme në vendlindje me theks të veçantë, në ndërtimin e qendrës së komunitetit Kryth, fton që të marrë këtë mirënjohje zotri Hamdi Çapriçi. Po me të njëjtin motiv, për kontributin, vlerat dhe dashurinë e treguar ndër vite përmes investimeve të vazhdueshme në vendlindje me theks të veçantë, në ndërtimin e qendrës së komunitetit Kryth, thonë që të marrë një mirënjohje zotri Çamil Çapriçi. Për kontributin, vlerat dhe dashurinë e treguar ndër vite përmes investimeve posaçërisht për ndërtimin e qendrës së komunitetit Kryth, kujtimi do të ndajë mirënjohje për zotri Lano Pali. Edhe njëherë, për kontributin, vlerat dhe dashurinë e treguar ndër vite, për investimet në vendlindje me theks të veçantë për këto objekt sot, një mirënjohje shkon për zotri Halil Berkani. Për kontributin, vlerat dhe dashurinë e treguar ndër vite, përmes investimeve të vazhdueshme në vendlindje me theks të veçantë për ndërtimin e qendrës së komunitetit Kryth, mirënjohja shkon për zotri Iso Çapriçi. Ftoj të rish me ne për të bërë ju një ndarje të mirënjohjes, për kontributin e vazhdueshëm në ngritjen e mirëqenies në zona të ndryshme të qytetit, me theks të veçantë për kontributin e dhënë për qendrën e komunitetit Kryth, një mirënjohje shkon për qendrën e komunitetit Kryth për komunën e Ulqinit.
Jemi në minutat e fundit, kemi shtruar edhe një koktejl rasti për gjithë ju, por tani do të lëm pak hapësirë sepse do të jenë nga shoqata kulturore artistike Troje tona, të cilët do të vinë me një vallë të bukur të anës së malit.